Dita e 3 dhe përmbyllëse e samitit të 4 të diasporës nisi me aktivitet simbolik, mëngjesi i vëllazërimit në kuadër të sesionit me temë Trashëgimia e së shenjtës, që i referohet pasurisë shpirtërore dhe kulturore të lidhur me besimin dhe identitetin kombëtar shqiptar. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të të gjitha komuniteteve fetare shqiptare, të cilët u bashkuan në lutje për shqiptarët dhe flamurin kombëtar në një mesazh simbolik uniteti dhe bashkëtesës fetare. Në Amerikë të bekojë flamëritore tona, dhe shpëtojë shtetin tonë dhe popullin tonë nga çdo rrezik dhe shtangice, drejtojë në udhën e dritës të lirisë të përparimit në anëhin tonë. O Zoti i Madhërisëm, forco harmoninë ndërfetare, që çdo besimtar shoh të jetë si vëlla e motor dhe çdo zemër të rra në emër të paqes. Nuk munguan lutjet edhe për pushtetarët që të jenë më të përgjegjshëm në vendimarrjet e tyre. Bekoj Perëndi qeverinë shqiptare, kryeministrin, bekoj Perëndi çdo qytetar të këtij vendi, Perëndi, dhe lutem sot Zot, që të kemi Perëndi siç kemi harmoni fetare, Zot, kemi Zot dhe unitet midis njëri tjetrit, Zot, sepse Shqipëria nuk është askujt, por është e jona, Zot. Në vijim të punimeve të samitit përmes paneleve të ndryshme u trajtuan çështje që lidhen me rolin e diasporës shqiptare në procesin e integrimit evropian, nevojës për politika më të mira, për riadhesimin e emigrantëve, si dhe rëndësia e standardizimit dhe certifikimit të gjuhës shqipe në diasporë. Një vëmendje veçantë u kushtua edhe diasporës historike, veçanërisht arbëreshëve të Italisë, të cilët përfaqësojnë një nga shtyllat më të rëndësishme të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës shqiptare ndër shekuj. Pjesëmarrës dhe përfaqësues të komuniteteve arbëreshe ngritën shqetësimin për rënien e përdorimit të gjuhës, duke theksuar se nga një komunitet prej rreth 200.000 banorësh që flisnin arbëresht, sot numri është reduktuar ndjeshëm. Ata apeluan për masa konkrete për përfshirjen e gjuhës në kurrikulat shkollore dhe mbështetje institucionale për ruajtjen e saj.